dhe kemi pas një takim shumë konstruktiv. Dhe në fund, do më thonë, kur kemi dalë, kemi veç një gjë ka qenë se jemi të prit Partia Shqiptarëve me bo marrëveshje me Zveti, edhe zonja prezidenti e kalon edhe një kohë shkurt, krejt me qëllim ndoshta na mundemi me dalë me një marrëveshje, nëse jo ka me drejtu në kushtetut. Na e dim se, do më thonë, përgjigje për anën e kushtetutës mund me vënu praktikisht 2 muaj, edhe nëse nuk është, do më thonë, formulu decidivisht qësh mundemi me dalë për këtë krizë, mundemi me vazhdu me krizën, edhe këto është shumë keq për shtetin Kosovë, në fakt nuk varet prej neve, jemi të prit, dhe ndoshta edhe sot në seans mu me ndollë na i sen, por prapë se prapë jemi këtu ku jemi, dhe nuk është mirë për asnjë anë. Faktë është se nuk ka votë për me dalë prej këtë krizë, prej këtë momentin, dhe në fakt jemi veç të prit. Jo, do më thonë, në asnjë mënyrë, do më thonë, bashkëpunim mes partia cili unë e përfaqësoj edhe ana tjetër nuk ekziston, dhe këtë herë në fakt na as nuk kemi pas presion. Herën e fundit unë shkova deri Gjykata Supreme me këtë problem edhe kam fitu në Gjykata Supreme. Këtë zgjedhje nuk kemi pas asnjë presion. Në fakt asnjë partia bosnjakëve, as partia teme nuk ka pas asnjë vot prej anën e serbëve, edhe në fakt unë nuk kam pa në cili mënyrë ata kanë mundësi bile me bo presion. Mos marrëveshje, mos kuptim mes meje edhe me vetëvendosje, do më thonë janë edhe me qeveria Kurti 1, edhe me qeveria Kurti 2, do më thonë edhe në koha kampanjas, edhe në koha pas kampanjas, do më thonë, pas fushatës edhe këtu jemi ku jemi, unë jam shumë sigurt se vetëvendosje din qëndrimin që Leona kam pas, edhe pas këtë deklarata kam pas shumë presion për anën e Kosovës, dhe vërtet kam përjetu një kohë shumë vështirë, por kam dalë prej këto, sepse kam faqen e bardhë, dhe qëndrimin tem unë nuk e ndryshoj.